Të përfitimet shkruan, du me ndalë specifikisht të kjo pjesë, me që je dhe farmacisë, po dhe përfaqësuese e të farmës. Po thotë, ndihmon në metabolizmin normal të energjisë, përmirëson performancën mendore dhe kontribon në uljen e lodhjes dhe raskapitjes. Kjo janë 3 prej pikave ma dobta të secilit njerit, kur ja përmend lodhjen, kur ja përmend metabolizmin dhe kur ja përmend performancën. Janë 3 pika të dobta të secilit njeri. Edhe mund të thonë ata që e provova një javë 2 dhe nuk pat efekt ose diçka të tillë. Konsistenca ka rëndësi në përdorimin e këtina, apo? Pa tjetër që po edhe nëse ti veç që të përdorin periumin e ti jetu vazhdu me përdor prap njëtën kohë kafe, jetu e rrit dozën, është njëtë sikur me pi shumë imperium, është njëtë sikur që jetu pi shumë kafe në këtë rast. Këtu të shkruan qartë, sepse është shumë e rëndësishme që edhe ata cilët nuk e shohin emisionin, por e blenë online, ose në pikat e shitjes ku i keni që do të na tregosh pas pak, shkruan edhe kush nuk guxon ta përdor, kështu që mos të abuzon. A mund të abuzohet, për shembull, e kam marrë janë mëngjes, i kam kry obligimet, po kam vendosur me shku në gjim në ora 5 masdite. A mund ta marrë një të tillë edhe një 2 brenda ditës? Po, tash me pinjë, pse kam pi shumë herët mëngjes, nuk është problem. Për ata personat, shembull, veç se që kanë me shpenzu energji edhe pas dite, nuk është problem se ti çat lodhe, pastaj prap ki me shfrytzu për nevoja tjera të ditës të cilat i ki obligim me i përfundu. A i shpeshton dhe shpejton rrahjet e zemrës? Një tablet imperium jo. Nëse ti e përdor kafeinën ma shumë se shka duhet që veç e ceka me harët, atëherë po. Ama nuk është shkaktari imperiume. është shkaktari i dozës tepër që të përdor të kafeinës pastaj. Shumë mirë që e theksove në mënyrë që mos të kenë frikë. Mbi të gjitha thash është një suplement që si që marrim vitaminën C, si që marrim vitaminën D, si që marrim të gjitha llojet e vitaminave dhe suplementeve që na ndihmojnë. Njëjti mision është edhe imperiumit për fokus dhe energji, të cilën e ka jo vetëm në emër, por edhe në përmbajtje. Edhe këta, kur e thot një farmaciste e cila e studiojnë edhe përmbajtjen edhe çdo gjë tjetër që e përdor vetë për familjen e saj dhe që e ka prunë në treg pikërisht sepse e ka testuar fillimisht për vete. Jo vetëm Agnesa, po komplet ten farmaci që e kanë testuar me muaj, e kanë shpërndar të ekipa e punës, të stafi vetë, të familjarët e vetë, dhe pastaj kanë ndjerë një siguri për ta sjellë, dhe kjo më ka lënë përshtypje edhe kjo më ka bë edhe më shumë me ju ftu edhe me fol për diçka që ju e flisni dhe tregoni nga eksperjenca juaj personale. Po, fillimisht para çdo produkti, jo vetëm kë, në proces janë edhe disa produkte tjera. Fillimisht janë ato ekzaminime tjera që veç bëhen para se mu sjell një produkt në treg, testohen edhe pi neve, testohen me këshira kemi dhe na efekt anësore, pa marrë parasysh që veç janë testu diku tjetër para se mu pru veç këto. Po, kjo është. Kjo është edhe kjo është motive që e kam ndje shumë të lirë veten me fol për këtë produkt edhe kam ndje veten shumë të gatshme me provu. Domethënë nëse unë e jam duke përdorur për vete dhe kam në mënyrë që t'jem sa ma transparent, se kam përdorë edhe gjatë emisionit, edhe javën e kaluar, edhe këtë javë në mënyrë që me tregu që me të vërtet e përdorim edhe e ka efektin e njëjtë. Po besoj që në faqen e ju i keni postu të gjitha informacionet edhe të rasteve që i kanë përdorë dhe kanë ndarë eksperiencat e tyne. Po, janë të postune gjitha, janë edhe lokacionet ku veç mundet me u gjenë produkte. Na thuaj pak Agnes, ku mund ta gjejmë? Është edhe tek Gjirafa Mall, mundet me gjeta aty çdo kush mundet me hyj tek webfaqja. Po gjendet edhe tek shumica e banatorëve në tërë Kosovën, Prizren, Prishtinë, Gjakov, Pej. E keni shpërndarë në nivel Kosovës komplet? Është në nivel Kosovës shumicën e qyteteve. Si po blehet më shumë online apo fizikisht? Shitje ka edhe online, po dëshira jonë më e mirë është më shitje në banatore, shkaki që edhe farmacistë din me dhonë edhe ato këshilla që online ashta nuk mundet me marrë, pa marrë parasysh që na veç jemi tu e reklamua edhe në këtu produktin që përdore, që ka ban tek ban, po esenca është që më shit më shumë në për banatore që mi marrë këshillat e për një farmacistit.